Përshëndetje të gjithëve, siç e shikojmë edhe këtu, copën e bardhë, kjo do të bëhet kostum, ndërsa kjo do të bëhet këmishë. Pra, e shikojmë edhe tek vizatimi, këmisha me mënga të shkurtra, ndërsa xhaketa me mëngë të gjata, edhe pantalloni do të jetë i gjerë. Nga pjesa e belit deri poshtë do ketë tendencën e gjërës. Ja pra për masat, supe 24, gjoks 96, bel 95, vitet 115, gjatësia komplete e xhaketës 68, gjatësia e mangës 60 dhe gjatësia komplete e pantallonit është 90. Ja pra xhaketën sapo e pres me kallup. Pjesa mbrapa, pjesa përpara, ku do të jetë xhepi, ndërsa këto janë jakat. Në ngelen pastaj edhe mëngën që do t'i vendos mbrapa. Ja dhe xhaketën sapo e mbarova është për provë. Pastaj këtu te kjo pjesa këtu do vendos ngjyrën e këmishës që është ngjyrë nude, sepse rri mirë. Që të ketë një kombinim njëra me tjetrën. Pastaj kur të bëj provën, në drum të ta shikojmë përsëri.